Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot do t'ju sjell një histori të një gruas 40 vjeçare nga Korça, e cila ka treguar një ngjarje të saj që mua më ka tronditur, por dëshiroja ta ndaj me ju për të kuptuar deri ku shkon kjo botë. Unë nuk dua ta paragjykoj, por dua të marr mendimin tuaj në fund të kësaj historie. Unë që po u shkruaj jam një nën me 2 fëmijë nga një zonë afër Korçës. Jam martuar para 8 vitesh me një djalë që jetonte vetëm 40 minuta larg nga zona ku jetoja unë, me familjen time. Për këtë djalë ndërhyri xhaxha im. Pretendenti që më pas u bë buri im jetonte prej disa vitesh në Greqi, bashkë me vëllain e tij. Prindërit e mi jetonin në Itali dhe unë jetova bashkë me gjyshen, por kur u fejova, ata erdhën e ndenjën disa muaj derisa unë u martova me të. Pastaj ikën përsëri te vllau im sepse ata jetonin me atë. Gjatë kohës që isha e fejuar, i fejuari im vinte shpesh nga Greqia dhe më trajtonte mirë. Por unë nuk isha shumë entuziaste, ka dashur të thotë, prej kësaj fejese. E kisha marrë më tepër si diçka që duhej ta bëja sa për sy e faqe, sepse më kishte kaluar koha për t'u martuar. Të paktën kështu e mendonin prindërit dhe fisi im, sepse unë as që e kisha ndërmend të martohesha. Djali ishte simpatik e tërheqës dhe kjo gjë mua më pëlqente. Edhe pse në mendjen time nuk ishte rëndësishme që ai të ishte patjetër i bukur, por i më thoshte gjithmonë që buri duhet të ketë patjetër autoritet dhe të jetë i pashëm, që të ketë lezet kur të hyjë në derë. Pasi u martova, ngela me një herë shtatzën, me vajzën time të parë. Në atë kohë isha akoma në Shqipëri. Më erdhi edhe bashkëshorti nga jashtë edhe ndenjëm rreth 1 muaj bashkë. Unë ndenja me vjerin edhe me vjerën për më shumë se 1 vit. Ajo kohë që ka qenë relativisht e qetë. Vjera ime ishte e dashur, por shumë lajkatare dhe shumë dinake. Unë i vija pas avazit dhe ajo kënaqej me këtë fakt. Mjaftonte kjo gjë, për të mos pasur konflikte në familje. Nuk më kushtonte asnjë gjë që t'ja bëja qefin asaj. Si sa kisha ndenjur, nuk do të rija me të. Vajza më ishte bërë gati 1 vjeç, kur bashkëshorti erdhi në verë për të na marrë që të dyjave. Ikëm në Greqi, që të 3, dhe rruga ishte shumë e gjatë. Ai jetonte në një zonë shumë të bukur turistike në Greqi. Ishte mrekullia vet. Nuk kisha parë kur më parë në jetën time një plazh aq të bukur sa atje. Relievi ishte i ndërthurur, kodrinor dhe bregdetar. Ishte vendi ideal për të jetuar. Njerëzit ishin të dashur dhe tepër miqësor. Ja kalonin mirë. Buri më kishte premtuar se do të më fuste në kurs për të marrë patentën dhe se do të më blinte makinë. Por atë vit unë ngela shtatzën me vajzën e dytë dhe nuk e bëra dot kursin e patentës. Unë nuk punoja, por ija në shtëpi, kur isja 2 vajza derisa ato të bëheshin për të shkuar në kopësht. Kur ato u ritën dhe kishin moshën e dur për në kopësht, unë paka shumë e kisha mësuar gjuhën dhe isha orientuar me vendin ku unë banoja. Ndaj isha në gjendje të kërkoja për punë. Bëra kursin e patentës dhe e mora pa problem, se kisha bërë guida bashkë me burin tim. Ai më kishte mësuar paka shumë edhe pajisjet e makinës apo ndërimet e marshit në ngjitje apo në zbritje. Tashmë gocat i kisha rregulluar në kopësht. Buri ishte në punë, kurse unë isha gjithë ditën pa punë e mërzitesha. Nisa kërkimet për punë dhe gjeta një lokal, por më duhej të punoja natën. I thash burit edhe ai pranoi. Fillova punë dhe isha e kënaqur edhe me rrogën që merja. Gjatë darkës vajzat i çoja te kunata që më mbante derisa të dilte buri nga puna. Ai lokal ku unë punoja ishte me muzik live, afërsisht si buzuk. Në punë më shumë ishin grek, por kishte edhe shqiptar. Gjatë kohës që unë punoja, unë njoha me një shqiptar nga një qytet i veriut, afërsisht mosha ime, por beqar. Më respektonte në radhë të parë si shqiptare e pastaj si kolege pune dhe kisha shumë zili që nuk kisha një burr të tillë.
Kisha filluar të kisha shumë qejf dhe isha shumë gazmore në praninë të tij. Shkoja me dëshirë në punë dhe çdo gjë shkonte perfekte. Trembesha pak me veten se kisha filluar të ndjehesha ndryshe. Nuk e kisha përjetuar më parë atë lloj ndjesie, sa që kisha arritur deri në atë pikë, sa për burrin tim edhe për vajzat nuk mendoja më fare. Më mundonte vetëm mungesa e djalit shqiptar. Ishim afruar shumë me njëri tjetrin dhe kishim shumë simpati. Ai më bënte gjithmonë komplimente dhe kjo gjë më pëlqente pafund, sepse burri im asnjëherë nuk më kishte shprehur fjalë të bukura të ngrohta si ai, por përjetoja diçka që as në adoleshencën time nuk e kisha përjetuar. Një natë shumë të bukur me hënë, kur ishte ora 3 mëngjesit, ne kishim mbaruar punën dhe do iknim për në shtëpi. Ai më shoqëroi deri te makina ime dhe ndërkohë që po përshëndeteshim, më puthi në buzë edhe unë ja ktheva. Ishte një ndjesi që nuk mund të përshkruaj me fjalë. Ndjenja flutura në stomak dhe duart e trupi më dridheshin nga emocionet. Ishte diçka shumë e bukur që nuk e kisha përjetuar kur më parë, as kur burri im më mori virgjërinë, edhe pse ishte një djalë me eksperjenca të mjaftueshme. Pas asaj puthje që na çoi në qiell të shtatë, ne u larguam që aty dhe shkuam Buzdetit ku bëm dashuri. Dëshmitar atë natë ishin vetëm yjet, ishte mrekullueshme, bota ishte vetëm e jona. Në ato momente, unë kisha harruar që kisha një familje dhe 2 vajza. Isha shumë e lumtur me atë që po përjetoja. Shkova në shtëpi dhe burrin e vajzat i gjeta në gjumë. U futa me njëherë në dush të lahesha se kisha frikë mos më kishte ngelur aroma e trupit të tij. Edhe pse unë dëshiroja të kisha atë gjithë natën, të ndëroja atë në gjumë dhe të ndjeja erën e tij. Kisha rënë marrëzisht në dashuri me atë djalë. Kur u shtriva, burri im e ndjeu dhe më përkëdhelte trupin, më puthi pas në shpinë dhe më tha: "Mbarove vonë, kishte shumë punë", i thash unë. Përkëdhelja ishte një sinjal që donte të bënim dashuri, por unë i thash se isha shumë e lodhur e doja të flija. Nuk e zgjati dhe më la të flija. Kisha shumë kohë që nuk flija e kënaqur dhe me buzë në gaz. Në mëngjes erdhën gocat e krevati dhe më zgjuan. Kur mendova se duhet të çohesha ti ushqeja të bëja punët e shtëpisë, më zgjente koka. E njëjta çdo ditë, mezi prisja të vinte darka që të shkoja në punë për të takuar atë. Më mungonte. Atë ditë shkova në punë e takova dhe ai ishte tepër entuziast. Mundoheshim të dy të mos binim në sy kolegëve të tjerë. Romanca jonë vazhdoi për një periudhë kohe dhe unë po e shijoja maksimumin në këtë gjë. Një herë jetojmë këtë gjë, thosha me veten, nuk do të vi prap të jetojmë edhe një herë të dytë. Po, e ndjeja veten sikur kisha rilindur edhe sikur po jetoja një jetë të re. Jeta ime ishte bërë si një telenovele bukur, kishte ndryshuar shumë, sjellja ime me bashkëshortin dhe me vajzat i kisha lënë tepër shumë bazdore. Burri im kishte vënë re këtë gjë dhe e kishte filluar të dyshonte, por unë asgjë e vrisja mendjen fare. Një ditë më kishte parë dikush me të dashurin dhe kishte shkuar t'i tregonte burrit tim që gruaja jote shoqërohet me një shqiptar të puna e saj. Kjo gjë e kishte inatosur shumë bashkëshortin tim që kishte shkuar të atakonte të dashurin tim. Ai nuk pranoi asnjë gjë, por im shoq ishte shumë inatosur me mua. Ai tha se do të më çonte në Shqipëri me vajzat dhe se do të merrte prindërit në telefon që të ktheheshin nga Italia. Unë nuk ja mohova, i thash se e doja atë djalë dhe se nuk jetoja dot pa të. Ai më dha një shuplak të fortë. Pas një jave, ai më nisi në Shqipëri bashkë me vajzat te prindërit e tij. Unë i thash se nuk doja t'ja dija për të. Goca do t'i lija, t'i mbante mamaja jote. I thash unë nuk i dua me vete. Ai nuk e përsëriste reagimin tim dhe mbeti i habitur. Kur shkova te vjera ime, ajo ndryshoi gjithë situatën sepse nuk pranoi që t'i riste gocat, por unë e kisha marrë vendimin tim dhe isha shumë e vendosur në atë që doja të bëja. Kjo gjë e friksonte shumë vjerën time. Ata po vdisnin frike nga opinioni, se si do të reagonte fisi, por unë as doja t'ja dija se çfarë mendonin të tjerët. Më erdhi burri nga Greqia dhe vjera ja mbushi mendjen djalit të saj të mos më ndante, duke e bindur sikur nuk kishte ndodhur asnjë gjë. Ka disa muaj në Shqipëri dhe nuk po më rrihet fare këtu, se si po i shty këto ditë,
më ka marrë malli të shoh edhe një herë të dashurin tim. Nuk jam bërë as pak pishman që e tradhtova burrin tim. Të paktën një gjë në jetë e bëra siç doja unë, sepse të gjitha gjërat e tjera i kam bërë për hir të familjes time, të burrit edhe të vajzave të mia. Kjo është historia që në fakt mua më ka tronditur dhe vendosa që ta ndaj. Kjo zonjë nuk është e bërë pishman, por unë them që një ditë do të bëhet pishman, sepse më shumë rëndësi se ka autoriteti, pastërtia e fytyrës para burrit tënd dhe vajzave, nuk ka asnjë gjë tjetër. Dua të marr mendimin tuaj në këtë histori.